Live from Tirana. Live from Tirana. Tu lidhur me Rea Shenën, e cila po na pret në lidhje telefonike dhe për të komentuar me të disa prej lajmeve të showbizit që kanë qarkulluar për këtë javë dhe disa thashë theme që ndoshta ne nuk duam ta themi si term thashë theme se nuk është fort i përshtatshëm, po kjo është e vërtetë. Rea, përshëndetje. Përshëndetje, Sonasia. Mirë, ti si je? Si u zgjove sot? Si e nise këtë ditë? Mirë, nisa me një tim drejt jugut. Drejt jugut, super! Kam pak që kam arritur. Sa ditë do i shëndrosh? Besoj dhe nga fillimi i javës se kemi punë pas tani. Pa, ritmi punës, po më duket sikur, se po e diskutoja edhe këtu mbas mikrofonit, që duket sikur kjo tendenca që njerëzit shkojnë gjatë fundjavës, se më pas ditët e javës i rikthehen punëve të tyre, duket sikur këto vitet e fundit është bërë edhe më praktike, se mbaj mend kur ishim më të vegjël, merreshim pushime 10 ditore, 15 ditore dhe 10, vërtet. Po ndoshta edhe nga rrugët që rregulluar e gjitha tani ke facilitete më shumë për të bërë udhëtime. Është edhe kjo një ndihmës. Është edhe kjo një ndihmës, por kjo nuk të pengon pse jo për të updateuar edhe me lajmet që kanë qarkulluar vërdall, me telefonin në dorë, në shezllone, me ndoshta me ndonjë pije aty. Ke shkuar je me shoqja apo? Po, me shoqërinë. Edhe kështu komentoni me njëra tjetrën edhe çfarë ka ndodhur. Por ne do të komentojmë edhe bashkë kështu publikisht. Për të ndalur si fillim tek dasma madhështore që po ndodh aktualisht në Venecia. Sot do të jetë nata e parë e festimeve dhe të ftuarit special janë bashkuar tashmë barkave të programuara për të qenë sigurisht çdo gjë perfekte speciale sa i takon dekorimeve dhe gjithçka tjetër. Bëhet fjalë për çiftin Bezos edhe Lauren Sanchez. Çfarë ke parë, çfarë ke dëgjuar, çfarë të ka bërë përshtypje? Më trego. Tani ke bie që po si për shumë forë, si datë ma vitë, që si bilioner që Bezos se meriton që të vëmendje që po merë. Kam dëgjuar që të ftuarit janë ndër më vipat që ekzistojnë në Hollywood, në Amerikë, në Europë, jo vetëm nga biznesi, nga showbizi, nga modelingu, po përse çdo njeri i famshëm dhe i rëndësishëm, mendoj se do jetë dasma e biznesit, me dy përshtypje lexova që Loreni ka porositur 27 fustane. 27 fustane, imagjino, është ëndra e çdo vajze. Po, mendoj se kjo është një zgjedhje hollywoodiane, sepse në qoftë se kujtojmë një nga filmat më të famshëm të Hollywoodit është 27 Dresses, 27 fustane. Që ka të bëjë me një gotë që ishte gjithmonë shoqërusja dhe në fund e borin ajo burrin e ëndrave të saj. Që mendoj që duke qenë siç e tham që është dasma e Hollywoodit, e showbizit, e çdo gjë tjetër. A mendon që kjo dasëm do të thyej shumë rekorde? Mendoj se po. Dhe faktin që do të bëjnë të jati i tyre, vetëm për cateringu, se sa që harxhuan në miliona dollar, që do jetë ushqimi dhe alkooli, për partin, da mos të pa bërë Sa i takon të ftuarve, mes tyre ka ardhur edhe familja Kardashian, Kim Kardashian, Khloe, e ëma e tyre, Kris, Kylie Jenner, Khloe, gjithashtu. Po, kam parë që të shumë ato janë nisën me kanë pasur shoqërinë, po të shumë janë atuar dhe gjatë në mesësh në stavinë që interese për bashkë, nga të dyja palët, e ajo për të marrë pas vëmendje nga vajzat e familjes Kardashian Jenner dhe ato për të qenë një... Po thua kështu si një lloj interesi i padëmshëm. Po, një çoj interes, po. Bukur, mirë, do të shkojmë pak tani në një tjetër moment, sepse do të flasim pak për një prej çifte, nuk po ta themi fjalën çift, sepse do ta bëjmë të madhe pastaj, por
Janë ekskluzive disa pamje që po qarkullojnë aktualisht sa i takon Xhensila Murtezaj edhe Ledri Vulës. Ata kanë mohuar këtë zëra. Konkretisht ka qenë Ledri për mikrofonin e Pushime on Top, i cili ka thënë që nuk është e vërtet, por pamjet tregojnë të kundërtën. Po, me sa pashë që në fotografuar në të në drejgjit e Spanjës, që ose jam korrekta, pashë e kemi diskutuar dhe të tjera që në shumë të pritet gjithë gjë. Edhe gjëja që më të bëhen se të marrë të mëndje. Nuk duhet të harron që ata sa të kanë lanquar një thonë, nuk duhet atë para. Po është. Dhe nga ana ime si person që merre me vipat edhe nëse që në njëherë më zhdasur dhe vetë, të iniciojnë në një gjë të tillë. Mendoj se mund të jetë edhe më thënë thjesht për vëmendje mediatike që të vazhdoj nga edhe ata si çift mediatik i showbizit të vazhdojnë. Pra mendojnë që është një lloj strategjia. Mendoj se është strategji marketingu, se sa nuk e di, personalisht më duket që po në qoftë se kjo gjë mund të ndodhte, mendojnë që shkojnë si çift? Me thënë drejtën deri diku, personalisht gjithmonë. Po, mendimi personal, patjetër. Nuk e shoh se janë në preferencat e njëri tjetrit. Okej. Me çfarë kemi parë deri në sot. Okej, ndërkohë shkojmë pak tek Louise Ailey. Ai ka zbuluar së fundmi se është operuar edhe ka befasuar edhe ndjekësit e tij me postimin që ka sjell. Ato mendojnë që është e normale që të postosh gjithçka, qoftë edhe ndoshta një operim ose në rrjetet sociale? Po, tani Luis, çdo gjë varet në karakterin e njeriu. Ne kemi pasur Luis që është shumë drejt për gjërat e veta, në shumë gjëra, që edhe atë postimin e kishte kryer pak më humor, që mendoj se ishte më tepër për të thënë që çime tek pripura se sa i vjen ti operacioni ndërhyrja që të më thënë gjë e Luisit është kështu. Është pak fani. Sot një gjë po me humor do të kapi diku tjetër. Edhe sipas lojës që pa në Big Brother është mjeshtër i këtyre gjërave. Kështu që mendoj se ai ka problem të postoj çdo gjë në rrjetet sociale, nuk është një wow nga ana e Luisit që edhe merr vëmendjen, dashje pa dashje. Për më tepër edhe njerëzit i kënaq fansat që shohin një gjë personale, mendoj. Se ka të mirë Luisi, sepse i bën fansat e vet që të rinë në kontakt gjatë gjithë kohës me të dhe të mbien të vlerësuar me gjërat që ai share her pas here në social media. Në social media. Bukur, Rea, këto ne kishim përzgjedhur për të folur së bashku, edhe pse shkurt, unë shpresoj që ti të kalosh shumë mirë aty ku ti ke përzgjedhur për të bërë pushimet e tua, edhe nuk po të marr më shumë kohë nga dita sot, se që nga fantastike, edhe shpresoj të shijosh plazhin. Faleminderit shumë. Opsinia bëra ta mbyllja me një thënie dhe të pak motivim për njerëzit. Që avancim plazhit e pushimeve në gjithë me kalojmë gjëra të ndryshme në jetën tonë. Zoti më mendoj që jep betejë të forta, ushtarët e tij më të fortë. Kështu që ta marrin të gjithë, se kam dëgjuar shumë ambete gjëra të ditë, domethënë, edhe nga njerëz në studentë, që ta dërgoj një mesazh aty. Shumë e bukur kjo dhe faleminderit shumë për këtë mesazh, ndoshta edhe për të qenë edhe më të ndjeshëm ndaj shumë situatave, por mbi të gjitha edhe më njerëzor, po, ndaj njerëzve që kemi përreth edhe afër vetes. Faleminderit shumë Reat, përshëndes edhe pushime të bukura. Faleminderit, kalofshi shumë mirë. Ishim me Rea Shenën, diskutuam disa prej lajmeve të showbizit, ne do të bëjmë një shkëputje, rikthehemi sërish live from Tirana.